Historia e pejgamberit Davud a.s. nga lindja deri në vdekje. Në një kohë të largët, në një vend të bekuar nga Zoti, lindi një fëmijë që do të bëhej një nga pejgamberët më të lavdishëm të njerëzimit. Davudi a.s. Ai ishte prej pasardhësve të Jakubit a.s., një pasardhës i fisit të Benu Israelitëve, që në fëmijëri ai ishte i mençur, i urtë dhe i dashur ndaj Zotit. Që në moshë të re Davudi a.s. paqja dhe mëshira e Zotit qoftë të u dallua për forcën, trimërinë dhe besimin e palëkundur në Allahun. Ishte kohë lufte dhe armiku i madh i Benu Israelitëve ishte Xhaluti, ose ndryshe Goliat, një luftëtar gjigant dhe mizor që mbillte frikë në zemrat e të gjithëve, askush nuk guxonte ta sfidonte. Kur Talutim, mbreti i asaj kohe, kërkoi një trim që të përballej me Xhalutin, doli përpara një djalosh i ri, Davudi a.s. Të gjithë u habitën me vendosmërinë e tij. Ai nuk kishte armë të mëdha, por kishte besimin e palëkundur në Allahun. Me një hithërim dhe gjujtje të saktë të një guri nga honda e tij, që ishte si bahe, Davudi goditi Xhalutin në ballë dhe rrëzoi. Populli bërhoriti dhe emri i tij u bë i njohur në mbar vendin. Pas kësaj fitorie të madhe, Davudi u bë i dashur për njerëzit. Allahu e zgjodhi atë si pejgamber dhe më pas e bëri edhe mbret. Ai sundoi me drejtësi dhe mëshirë dhe ishte ndër më të urtët nga njerëzit. Allahu e pajisi Davudin me shumë dhunti të veçanta. Atij u shpat Zeburi, një libër i shenjtë, plot urtësi dhe këshilla për jetën dhe adhurimin. Ai e lexonte Zeburin me një zë aq të bukur saqë malet dhe zogjt e shoqëronin në madhërimin e Allahut. Kur Davudi e përmendte Zotin, gjithçka përreth tij lëvizte me mirënjohje. Ishte një pejgamber që e donte adhurimin, agjeronte çdo ditë tjetër dhe falej gjatë natës. Nga hadithet mësojmë se agjerimi më i dashur për Allahun është agjerimi i Davudit, një ditë po, një ditë jo. Dhe namazi më i dashur është ai i Davudit, që flinte gjysmën e natës, ngrihej për të falur një të tretën e saj dhe flinte pjesën e fundit. Davudi ishte një mbret dhe gjykatës i drejtë. Ai vendoste me urtësi në mes njerëzve. Në një rast, Allahu e provoi me një çështje gjykimi, ku dy burra, në të vërtetë ishin melek në formë njerëzore, ju paraqiten me një konflikt rreth deleve. Nga kjo ngjarje, Davudi mësoi të mos gjykonte para se të dëgjonte të dy palët, dhe u kthye me shumë të drejtë dhe me shumë drejt për ulësi e pendimit. Allah i mësoi Davudit mjeshtërinë e punimit hekurit. Ai punonte me duart e veta, prodhonte parzmore dhe i shiste duke fitu halal. Muhamedi a.s. ka thënë, ushqimi më i mirë është ai që njeriu fiton nga duart e veta, dhe pejgamberi Allahut Davudi hante nga djersa e ballit të vet. Ai e mësoi popullin e tij të jetonte me ndershmëri, drejtësi dhe besim. Mbretëria e tij ishte e ndritur dhe Zoti e begatoi me mirësi e pasuri. Ai ishte një shembull për liderët dhe për robërit e përkushtuar të Allahut. Davudi a.s. kishte një familje të madhe dhe ndër fëmijët e tij ishte Sulejmani a.s., i cili gjithashtu u bë pejgamber dhe mbret pas tij. Sulejmani ishte i ditur dhe i zgjuar që në fëmijëri, dhe në një rast Allahu tregon se ai gjykoi më drejt se Davudi për një çështje mes fshatarëve dhe kopjes së deleve. Kjo tregon për ulësinë e Davudit dhe gatishmërinë e tij për të pranuar të vërtetë. Jetesa e Davudit ishte e thjeshtë. Ai nuk u ngjit kurrë pas lukseve, por gjithmonë e lavdëronte Allahun, edhe pse ishte mbret. Ai nuk i ndau asnjëherë zemrën e tij nga Allahu. Ai ishte shembulli më i mirë drejtësisë, përkushtimit dhe adhurimit. Kur erdhi koha e vdekjes së tij, Davudi a.s. ishte në adhurim. Allahu e mori shpirtin e tij ndërsa ishte në përulje dhe lutje. Vdekja e tij trishtoi shumë njerëz, u mërzitën, por tashgimia e tij e drejtësisë dhe adhurimit vazhdoi përmes birit të tij Sulejmanit a.s. Zemra e Davudit jetoi duke madhëruar Allahun, Zotin fuqiplot. Gjua e tij nuk pushoi se përmendur i krijuesin dhe duart e tij punuan për halallin dhe drejtësi. Ai ishte pejgamber, mbret, gjykatës dhe mbi të gjitha një rob i përulur i Allahut. Allahu e përmend Davudin në shumë vende në Kur'an si një shembull për të devotshmit. Ai është ndër të dërguarit të cilëve Zoti u dha nder të madh në këtë botë dhe në botën tjetër. Inna akramakum indallahi atqakum. Më i ndershmi ndër ju është ai që është më i devotshëm. Duroni ashtu siç duroi Davudi dhe të tjerët nga të dërguarit. Këto janë porositë që mbeten për ne nga jeta e tij.